Shkolla Mesin Profesionale Kolin Gjoka në Lezhë hapi dyert për nxënës, prindër dhe përfaqësues institucionesh një aktivitet prezantues të fokusuar tek arsimin profesional dhe mundësitë që ai ofron për tregun e punës. Gjatë aktivitetit u prezantua puna zhvilluar për gjatë vitit shkollor, projektet praktike të nxënësve, si edhe programet mësimore që ofron institucioni për të rinjt që synojnë formimin profesional. Drejtori i shkollës Bart Degjonaj vlerësoi bashkëpunimin me partnerët dhe institucionet që mbështesin zhvillimin e arsimit profesional, duke theksuar rëndësinë që ka përgatitja të rinjve sipas kërkesave të tregut të punës. Është pasyrim i punës së një viti, por është edhe një promovim shumë i fuqishëm. Mirë, po ne pa ju nuk do t'ja dilim kurrë. Jeni të gjithë ju që jepni kontributin tuaj shumë të çmuar në mbështetje të nxënësve, të stafit, të prindërve, dhe ne japim mbështetjen tonë në mbështetje të bizneseve, të institucioneve dhe të gjithçkaje ofron Lezhë jonë e bukur. Sepse ne kudo ku jemi, kudo që shkojmë, qoftë biznese, qoftë institucione, gjejmë ish nxënës apo edhe nxënës që janë në praktika, ku nderojnë veten, nderojnë familjet, nderojnë shkollën, nderojnë Lezhën. Pjesë e aktivitetit ishte përfaqësues të pushtetit vendor, biznesi dhe institucioneve arsimore, të cilët nënvizuan rëndësinë e arsimit profesional si një mundësi konkrete për punësim dhe zhvillim të karrierës për të rinjt. Sot nuk është thjesht një ditë për të qenë bashkë. Më vjen shumë mirë që jemi bashkë, po dita e sotme është relevante shumë dhe shumë e rëndësishme në drejtim të rritjes së numrit të regjistrimeve në shkollën profesionale të Lezhës. Kjo shkollë ka një rëndësi tepër të veçantë në qytetin e Lezhës për arsye se ne vazhdimisht mbështesim shkollën Kolin Gjoka dhe duke qenë edhe një ur lidhëse midis Bashkisë Lezhë edhe biznesit. Unë dua t'ju bëj thirrje nxënësve të klasave të nënta, prindërve të tyre që të zgjedhin arsimin profesional, të zgjedhin shkollën profesionale Kolin Gjoka, pasi të gjitha drejtimet që kjo shkollë ofron janë një ardhmë e sigurt për ta, sepse janë dek të kërkuara në tregun e punës sot. Në shkollën profesionale Kolin Gjoka në Lezhë ofrohen 5 drejtime studimit të përshtatura me nevojat e tregut të punës, me styre hoteleri, turizëm, teknologji informacioni dhe komunikimi, ekonomi, biznes, shërbim social shëndetësor dhe teknologji ushqimore.